Në botën e fake newsit dhe në botën e të pavërtetave, është pak e vështirë që ti të ndash njoftimin, lajmin e vërtet nga ai rremi. Ka një burim të sigurt informacioni që është faktoje. Faktoje është një eksperiencë e re, me një entuziazëm të ri, që vjen në këtë botën që lundron midis të vërtetës edhe lajmit fake. Unë e lexoj shpesh për të marrë vesh, për t'u informuar, për të parë nëse edhe deklaratat që unë kam bërë vetë janë të vërteta apo jo, dhe ndonjëherë përpiqem që të gjej ka dalë jeshile apo e kuqe edhe për deklaratat e mia. Shoshit lajmin, që e vërteton atë, që e filtron atë dhe që ja jep publikut në mënyrë të drejtë. Për pensionet, për rritjen ekonomike, për inflacionin, për të dhënat e instatit, për popullsinë, unë pres çfarë do thot faktoje, kam fol mirë apo keq. Është thjesht lajmi. Ndiqeni dhe ju.